أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين فلندرojmë Allahun paqja qoftë mbi të dërguarin e tij fisnik Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë të drejtë. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Haxhi është në muajt e caktuar e kush bën ja fillon të zbatoj haxhin në këta muaj nuk duhet të afruar ashurtes, nuk bën të merr në përkëm dispozitat sheriatike, as nuk duhet shkaktuar grindje, shkapononin nga e mira Zoti i di për to. Dhe përgatituni për furnizim për rrugë, furnizimi më i mirë është devotshmëria e ju të Zotit e mendjes keni drun time. Ky është një ndër ajetet pra që na flet për haxhin. Zoti Xheleshanuhu e ka zbrit një kaptin po ashtu në Kur'an me emrin suratul Al-Hajj. Haxhi është prej shtyllave të Islamit dhe sigurisht se është obligim për çdo musliman moshrritur dhe që ka mundësi financiare pra për ta vizituar atë vend. Haxhul Mebrur, pra haxhi i pranueshëm, pastron njeriu nga mëkatet, nga gjunahet. Po haxhi ka një qëllim për me arrit kënaqësinë e Allahut Xheleshanuhu dhe me urtësu zemrën dhe mendjen dhe shpirtin dhe mu bë njeriu më njeri, pra njeriu mu bë njeri dhe me respektue njerëzit përreth vetes. Wa atimu al-hajja wal umrata lillah, pra dhe kryeni haxhin dhe umrën. Dy umra janë të brazleshme me një haxh dhe sigurisht pra këto janë për nimeteve dhe mirësive të Allahut Xheleshanuhu që i kalon për muslimanët. Islami ndërtohet mbi 5 shtylla: dëshmia kelime shahadeti, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, falja namazit, dhënia e zakatit, agjërimi i Ramazanit dhe shkurja në haxh për ato që ka mundësi financiare, ku një herë në jetë. Pra, është i obliguar ai që ka mundësi financiare, ka pasuri, me e kry këtë obligacion edhe për haxhin, pra për plotësu një kondit për konditave të Islamit, shtyllave të Islamit. Furnizimi më i mirë është furnizimi me devotshmëri, siç tha Zoti në Kur'an. Takvallak, pra. E takwa ha huna, tha pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, dhe bëjmë shenjë ndajtim të zemrës. Devotshmëria është këtu. Dhe sigurisht që haxhi ka rregullat e veta: shkurja në Arafat, veshja e ihramit, hudhja e gurve në Muzdalife, në Mina, qëndrimi në Arafat, tavafi, lebejk Allahumma lebejk, qëndrimi i pastërt, shtimi i lutjeve, i dhikrit, duave, namazeve. Po ashtu është në këtë Kurban Bayram është edhe prerja e kurbanit, siç thot Zoti në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun Xheleshanuhu. Për çdo gjë i takon krijuesit dhe ne jemi krijesat e tij. Ky është pra një kondit apo një shtyllë që duhet praktiku dhe është praktiku dhe vazhdon të praktikohet. Haxhi është veç se pastrim dhe lirim nga veset e shëmtuara. Njeriu duhet ta di se haxhi ka për qëllim
që njeriu ta edukoj, ta bëj tërbije, pra ta bëj atë të sjellshëm ndaj të tjerëve, të respektueshëm dhe sa më human. Islami është ardhur njerëzve mi ofru paqen dhe sigurinë, dashurinë dhe harmoninë me njëri tjetrin. Dhe kurse si diçka tjetër, jo. Njerëzit duhet të duhen mes veti të respektojnë njëri tjetrin në komunitet dhe shoqëri. Jemi në prag pra të Kurban Bajramit, na ndajmë pak ditë, dhe sigurisht pastaj do him edhe në ditët e Dhul-Hijhes, do him pastaj do kremtojmë festën e Kurban Bajramit, do prejmë kurbanat dhe do i dhurojmë dhe do i shpërndajmë që të gëzojmë familjet nevojtare, që dhe ata të kenë kënaqësi kur të kenë pranë vetes në sofrat e tyre mishin e kurbanit, të jenë të lumtur dhe ta ndjejnë atmosferën e Kurban Bajramit. Si shta Zoti në Kur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Pra dhe prej kurban për hir të Zotit tënd, dhe falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. Fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtar. Me të vërtetë armiku yt është farsosur. Dhe sigurisht pra qëllimi i gjitha këtyreve është devotshmëria. Është devotshmëria dhe dashuria me njëri tjetrin, afërsia me njëri tjetrin, bashkimi me njëri tjetrin. Siç na tha Zoti në Kur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Zoti urdhnon bamirësi ndaj njëri tjetrit, dhe asesi në armiqësi, dhe përçarje kurrëherë. Dhe kjo është pra kënaqësi e veçantë kur afrohemi dhe i shijojmë këto ditë të bukura me ibadet, me adhurim, me vepra të mira, siç thot Zoti në Kur'an, innal ladhina amanu wa 'amilus salihat ulaika hum khairul bariya. Ata të cilët bojnë vepra të mira janë krijesat më të dashtuna të Allahut xhaleshan. Lutim Zotin fuqiplot që të mundohemi ta ndjejmë këtë atmosferë dhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin në lullëzimin e vendit tonë me shumë të mira, me shumë begati. Zoti ju na i dha shumë të mira dhe duhet ta falenderojmë për nimetet që na i dha, siç tha, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dhe të mirat e mira janë të shumta, andaj fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, e cilët mirë të Zotit ton pe mohojmë. Pra nuk duhet mohu nimetet e Allahut, duhet falenderu, duhet thënë alhamdulillah ya Rabb. Të falenderojmë o Zot për gjitha këto të mira që na ke dhënë, gjitha këto begati, gjitha këto mirësi, dhe duhet të themi alhamdulillah, alhamdulillah disa herë. Dhe sigurisht se haxhi është pra një dispozit për dispozitave të Islamit e cilat duhet çuhen në vend. Haxhi nuk është saltanet, haxhi nuk është pra qef ose luks, por haxhi është obligacion, është sakrificë. Po ashtu dhe kurbani është një lloj sakrifice, është sakrificë po ashtu. Sepse keni shembullin e Ibrahimit alayhis salam me Ismailin, shembull më të mirë për çështjen e kurbanit, kur e dha gjithë kopjen e tij për Allah, realisht ai e mori për shkak se ato çka i jepet për Zotin ajo fitohet dhe merret, dhe kurse si nuk të humbet pasuria duke dhënë kurrë, por vetëm se ajo shtohet. Dhe sigurisht pra hudal lil muttaqin, kjo është udhëzim për bamirësit. Dhe kjo është mirësia e Zotit që shumë njerëz të cilët kanë akël, mendje të shëndosh, siç thot Zoti në Kur'an, e fala ta'qilun ose e fala tubsirun, a nuk po mendoni, a nuk po shikoni. Në shumë citate kuranore, këtu janë shembuj për ata, fakte për ata të cilët kanë mend. Dhe qëllimi i kurbanit dhe haxhit është që njerëzit të buzëqeshin në fytyrat e njëri tjetrit, të afrohen me njëri tjetrin dhe ta ndjejnë aromën dhe atmosferën e komunitetit, bamirësisë, bashkëpunimit reciprok.
sepse kjo është çka thret Kurani, që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, ta duam njëri tjetrin si qytetarë të kësaj kupole qiellore. Ky ishte një mesazh sadopak i shkurtër mbi haxhin dhe qurbanin. Falenderojmë të gjithëve për dëgjimin tuaj dhe Zoti u shpërblet me të mirat e tij për çdo kontribut dhe çdo punë të mirë që bën në rrugën e Krijuesit fuqiplot. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.